14 marsi, që njihet si dita e verës, është një nga festat më të dashura për qytetarët e në veçanti për fëmijët, e cila simbolizon largimin e dimrit dhe ardhjen e pranverës, fillimin e një periudhe të re, plot gjallëri dhe gëzim. Në qytetin e Kërçovës, nxënësit e shkollës nëntëvjeçare shënuan këtë ditë me një aktivitet të veçantë ku prezantuan punimet me veshje tradicionale, të cilat i kishin sjellë bashkë me ëmbëlsirat e përgatitura. Përshëndetje, gjendemi në shkollën tonë me rastin e 14 marsit, ditës së verës, me nxënësit tonë që kanë sjellë disa punime të vjetra tradicionale. Përshëndetje Fationa, çfarë keni sjellë për rastin e festës? Përshëndetje Dion, sot kum sjell punimi me dorë që ka punuar mami dhe gjyshja ime dhe e kanë përdorur për dekorim në shtëpi. Kam sjell për ditën e verës ma ka bërë gjyshja, kjo quhet silmikesh. Kjo simbolizon për mbrojtjen e të keqave tona. Çfarë keni sjell për rastin e 14 marsit? Përshëndetje, unë sot kam sjellëm këtë punim dore që e ka bërë gjyshja ime për ditën e verës. Për rastin e 14 mars kam sjellur këtë çorape që janë të përbërë prej leshit të pambukut dhe janë veshje tradicionale për festën e 14 marsit të verës. Për rastin e 14 marsit, unë si nxënëse kam sjell gurabeja, të cilat i kam gatuar me shumë dashuri me mamin tim, dhe ne këto i kemi traditë që t'i gatuam gjithmonë për 14 mars. Ata gjithashtu përgatiten edhe verore që simbolizojnë këtë ditë. Dita e verës është një fest pagane me origjinë të lashtë. Festimi kryhet në nderim të natyrës së bukur shqiptare dhe bimësisë që merr jetë pikërisht më 14 mars. Gjithashtu një detaje i kësaj feste është edhe vendosja në dorë e verores, një byzylyk prej fijesh të bardhë dhe të kuqe që lidhet në kyçin e dorës dhe zgjidhet kur të shihet dallandyshja e parë. Në disa krahina, veroret varen në deg pemësh, kryesisht dafinash, që dallandyshit i marrin e të sjellin mbarësi. Aktiviteti i cili u realizua në ambientet e shkollës Sande Shterioski u shoqërua me një atmosferë festive, duke sjellë gëzim dhe ngrohtësi në mesin e nxënësve dhe arsimtarëve.